E tani të dashur miq, do ndjekim një material i cili ka të bëjë me grupin Marigona, nëse ju ka marrë malli për këtë grup, ata sapo janë rikthyer me një projekt muzikor të titulluar Ku je, ndërkaq kanë hapur edhe kanalin e tyre zyrtar në YouTube, por kujt i dedikohen këto të holla që do mblidhen në këtë kanal, na tregon në detaje më së miri vet Vullneti. E ndjekim bashkë materialin e Artan Telakut. Kanë 28 vite në skenën muzikore shqiptare, edhe pse kohëve të fundit ata janë shkëputur nga muzika. Një ndër grupet ikon të diskografisë sonë vendosën të na surprizojnë, ku pa paralajmërime masive e promovime të mëdha, publikuan këngën e re Ku je. Ku je? Ku fshehesh ti se po më tret? Vendosëm me bu një këngë, domethënë me e qitë me lansu një këngë se u morëm vesh krejt, se unë i pota krejt shok të grupit e në shpe, edhe me të drejtën prej qefit me bu diçka edhe realisht kena pas edhe presion prej njerëzve që e kanë ngu Marigonën shumë. Vendosëm me e bu një këngë, edhe e bënëm këngën, vendosëm ja bu një spot modest, edhe ato e bënëm. Publikimin e këngës, Marigona nuk e quan si një rikthim, pas që ata asnjëherë nuk i thanë lam të mirë muzikës. Mirë po Ku je, nuk do t'jetë e fundit nga ta. Nuk e kemi ndalë aktivitetin me thonë që mos kemi me u marrë me këtë punë, kështu që nuk e kisha quajtur ndoshta edhe rikthim. Po plani është me bu edhe këngë tjera, dhe po na kemi zakon, nuk premtojmë ku edhe kur edhe çka dhe qysh edhe tek, e ceke edhe ti vetë ma herët që si pa prit mas ka dole edhe kënga e re, kështu që në një farë forme fjalojmë kohës na me këshyrë qysh mundëm me bu edhe këngën tjetër. Koncertet e fundit nga Marigona ishin për 25 vjetorin e karrierës së tyre, por një i tillë nga ata nuk do të vijë tani për tani. Një event i tillë do të mbahet në një datë të veçantë. Jo, nuk fillojnë me njëherë koncertet. Me të drejtën ditën kur ka dalë kënga, kena pos ftesa me njëherë për me shku me vë muzikë, po plani unë nuk është qaj. Dhe me thonë, koncertin të cilin e kemi pas mbajt për 20 vjetorin, edhe koncertin për 25 vjetorin, edhe koncertet tjera, realisht na determinon që na edhe koncertin tjetër që e bëjmë me qeni qasoj për mase. Kështu që nuk kena ndonjë plan me bu muzikë në për në klube ose diskoteka, po kena plan me bu koncert, po jo tash. Të me thonë, plani është një herë mi bu edhe disa këngë nëse mujmë, edhe me të drejtën kishim pas qef me festu 30 vjetorin e grupit me një koncert ma. Por deri në shënimin e dekadës së tretë në muzikën tonë, Marigona do të sjellë edhe disa projekte muzikore, të cilat aktualisht janë vetëm ide. Deri te 30 vjetori kemi mendu mi bo edhe disa këngë, që i bjen 30 vjetori i bjen me 2021-ën, i kemi mendu mi bo edhe disa këngë, realisht kemi fillu ka pak me punu në drejtim, janë disa ideja, po hala, domethënë nuk ka ndaj realizim që me thonë ka dalë dhe bëhet gati. Po ideja jonë është, domethënë, për shkak të periudhës gjatë kohore, sa kemi qenë në skenë dhe krejt, sa herë që e bëjmë dhe një këngë të re, me e lansu në këtë formë. Domethënë, mos me bo promovime, mos i kemi kalu në realisht ato sende, dhe sot është trendi pak ma ndryshe, edhe domethënë me ju dalë njerëzve si surprizë kur del kënga. Këto këngë, por edhe të kaluarat janë publikuar në kanalin zyrtar të grupit në YouTube, i cili ka një muaj që është hapur. Mirë po në këtë platformë, grupi Marigona nuk dëshirojnë të përfitojnë, por të gjitha të ardhurat do të dedikohen për ata në nevojë. Me të drejtën, marrëveshjen e kemi bu me Oner. Unë e kisha pas dëshirë me ju falenderu publikisht, domethënë edhe nëpërmes mediumit juaj, Onerit, se ka shpreh gatishmëri edhe ajo me u kyç edhe Oneri me u kyç në qitë idenë tonë. Ideja është prej klikimeve, do me thonë përfitimet të cilat bohën edhe Marigona, po edhe Oneri që e ka pjesën e vetë, me i dhonë donacion për njerëz në nevoja. Tash. Për mos me thonë ku, qka dhe kur, në qfar periude, është një sen që su ne thonë sot për shkak se une nuk jom najfar youtuberi dhe nuk e di që shkojnë këto sene, po në marrëveshje me djemt e Onerit,
ata, do me thonë, kur bëhet një buxhet, që atëherë e planifikojmë ku kemi me qua dhe qush kemi me i qua ato. Po ideja është se cili përfitim që bëhet në kanalin e Marigonës në YouTube është për donacion. Do me thonë, asë një sen përveç normalisht patimeve që janë që duhen me u pagu, të cilat prapë une nuk merr na vesh në këto gjana të YouTube-it, krejt tjerat kanë me shku donacion. Tash, so janë 1 euro, janë 5 euro, janë 5.000 euro, janë 50.000 euro, nuk e di. E në këtë kanal mund të ndotë të publikohet edhe një bashkëpunim në të ardhmen, madje një emër se me këtë do bëhe bashkë grupi Ikon, ata e ka në mendje. Marigona si grup është veçu që gjithmonë ka bërë bashkëpunime. Do me thonë, në albumin e pare kemi pas bashkëpunimin me Bekër, në albumin e dytë kemi pas bashkëpunimin me Memlin, mandena kemi pas bashkëpunim me Nora Istrefin, mandena kemi pas bashkëpunim me Anjeza Shahinin. Do me thonë, në se cilin album është ka një bashkëpunim me dikan. A kësha bo bashkëpunim? Po, pse jo. Unë na jemi të hapën me bo bashkëpunime dhe bojmë edhe nuk është me qullë argumentve që e bojmë edhe një bashkëpunim me dikan. Nëse më pytë, me kanë kishe bo një bashkëpunim që se ke bo prej ma heret, une po ta thëmë qitash që e kësha bo me Elizën, se e kom shumë shoqe edhe ka këngë të Elizës ku na i kemi këndu back vokalet në kohën kur kemi qenë në studio të Enis Presheva, edhe dyshysh ndoshta na ka metë si të më shumë munges që se kena bo një bashkëpunim me Elizën. Po pi gjeneratave treja ka shumë, nuk është që i për cili ku me di se shumë, po ka shumë. Në gjithë të histori, e rëndësishme është rikthimi i Marigonës, grupi që bëj diferencën e pasuroi muzikën shqipe, e madje shumë kënga të ndër vite janë përpunuar edhe nga artistë të tjerë.